Njerëz të bukur, doja vetëm t'ju thoja të filloni të normalizoni pak jetën e thjeshtë, të filloni të normalizoni pak jetën reale që ju keni dhe jo rrjetet sociale. Në fakt është bërë mod këto kohët e fundit një ndërthurje e rrjeteve sociale moderne me atë shpirtëroren, por mos harroni që përsëri duhet të shihni dhe të ndiqni njerëzit e duhur, sepse prapë po i ngatrojnë gjërat, përsëri po bëhet thjesht një mod, përsëri po normalizohet fasada dhe jo realiteti, përsëri flitet për dukjen dhe jo për atë çfarë është realisht, përsëri po shoh vetëm maska duke folë për dhimbjen.